Parashikimi yjeve horoskopi për këtë javë, jemi me Jorgo Pullën për të perifrazuar 12 shenjat e zodiakut. Mirë se erdhe Jorgo. Mirë kafja. Faleminderit. Ta nisim si do t'jetë këto ditë, kjo javë, çfarë qasje kanë nga pozicionimi i planeteve për secilën shenjë dhe cila shenjë do t'jetë ndoshta dominusja, një ose dy shenjat. Dominusja janë gjitha shenjat, por ajo që bën kjo javë sjell ndryshime të mëdha astrologjike, sepse kemi ndikimin, kemi një eklips hënor, kemi dhe Mërkurin në retrograd. Kemi dy aspekte. Komunikimi duhet të jetë prioritet dhe me kujdes, meqense edhe ndryshime që ka, por ajo që do të kemi, sepse ndryshime të mëdha në gjërat do thonë rishikime nga gjërat që kemi pasur, sepse lidhja diell Saturn tek Peshqit dhe eklipsi hënor tek Virgjëresha me Mërkurin në retrograd tek Dashi mund të sjellë disa vonesa për ata që janë të palidhur ose nuk e kanë vendosur akoma këtë lidhje, ta kthejnë lidhje serioze, dhe duket se është mirë të marrim vendime serioze në çdo aspekt. Prandaj, sepse eklipsi i parë i vitit për 2025 vjen tani për ditë vere, në datën 14, dhe kjo do të thotë është një eklips që ndikohet shumë në aksin Virgjëresh-Peshk, ku jep disa mundësira, po të kuptojmë, nëse neve, për ne themi gjithmonë me këmbë tokë, nëse themi gjithmonë eci me këmbë tona i me këmbë të botës. Është diçka që riskon ta bëj zotit tek shtëpia, po të ngrihesh vetë ta marrësh. Është shumë gjëra të tjera që do të ndikojnë. Mërkuri në retrograd ka të bëjnë që është kërshia mbi tort them unë, për çështjet që do ndodhin, gjërat që do të kemi, sepse ditën e shtunë që kemi Mërkurin i pari për sa përket 2025 në retrograd, për këtë vit duket se kthehet në dash deri në datën 29 mars. Pastaj vazhdon kursi në retrograd deri në 30 mars dhe shkon në rrugtimin e drejtë në datën 8 prill, ku kthehet në rrugën e drejtë. Pra, që janë dhe këto datat për t'i mbajtur mend. Po, që t'i mbajtur mend, që të kuptojmë, këto është në disa raste, bëjmë pa kujdes në kontrata, për shembull, ose këtu përfitojnë, por nuk jemi të kujdesshëm, përfitojnë punëmarrës, ato që janë në vende kyçe, që marrin punonjës, njerëz, edhe i përfitojnë. Pra, do të pasë kujdes, ai që firmos këtë dokument do ta shikojnë germat e imta. Po, le ti marrim me radhën të gjitha shenjat, fillojmë me Dashin. Motoja për sa përket kësaj jave, për sa përket shenjës së Dashit, do thotë ndryshime strategjike dhe rivlerësim. Duke pasur parasysh, kjo javë me takimin diellit Saturn është i fundit dhe do bëj gati se ndikimet që kanë bënë dhe mundësitë merr një kohë, ka qenë mbas 10 viteve që ndikon në këtë drejtim për këtë vit, në 2026 do jetë përsëri ky kënd që është një kënd fantastik përse përket çështjeve që ndodhen, por megjithëse kemi ditën e shtunë Mërkurin që rikthehet në retrograd në shenjën e Dashit, por këtu do thotë mos marrim vendime të nxituara. Megjithatë, dashuria duket se eklipsi hënor i së premtes në Virgjëresh dhe ndikon në këtë aspekt, do të thotë që komunikimi, mundësia, partneritetet, disa vështirësi të vogla që kanë në këtë aspekt, por duhet pasur kujdes. Në ekonomi, meqense Mërkuri në retrograd mund të ketë disa vonesa të vogla, vonesa nuk janë asnjëherë për të keq, sepse mund të keq kuptohen njerëzit, por neve e dim, domethënë se çfarë kemi, duhet të paguajmë ose duhet të marrim, ose nuk duhet të jemi të vëmendshëm, kujdesshëm, mos harxojmë më tepër se ç'duhet. Se në disa raste po të vini re, ne marrim 5 lekë, harxojmë 15 lekë. Domethënë një hapësirë shumë e madhe, duhet pasur shumë kujdes në këtë aspekt në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me përshtatjen e gjërave që do të kemi për këtë javë dhe vazhdimësia, po kjo javë ka një flerë deri në tetor të 2025-s. Unë i them duhet të marrë shënim njerëzit sepse do të ndikojnë gjatë këtyre muajve dhe fillon që tani. Po fillimi i mbar gjysmë e punës. Prandaj dhe neve i japim dhe datat edhe këto periudha. Për sa përket një takimi që mund të bëhet tani, domethënë këto ditë është takim pozitiv mbas dite të ditës së ejte. Shkojmë tek Demi. Demi është motoja, për sa përket Demit, thotë mundësi për riorganizim dhe zhvillim. Dhe kjo do të thotë një ndikim shumë i mirë dhe tepër pozitiv në lidhje me aktivitete ndryshime, ndikime të mëdha në mënyra të ndryshme, si në punë, ekonomi, në vazhdimsi dhe në lidhje me anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë në jetën emocionale, duket se eklipsi hënor i ditës së premte nxjerr në çështje që kanë të bëjnë me marrëdhëniet, partneritetet dhe kanë bëjnë me disa takim ose kanë pasur një ndarje. Ka rikthim, sidomos këtë periudhë që është periudha më e mirë e mundshme, në lidhje kur kemi eklipse dashdiellor, ndash hënor, është perfektja, kuptojeni, se po do shikoni në rrjetet sociale bëhet nami, do shkatërrohen, do bëhen
s'ka piklidhje, kjo është një pastron gjithë shka dhe ke ashtu si çdo të kristalt për ata që do të nisësh. Dhe kjo është diçka shumë e mirë, dhe edhe pse në çështjet që kanë pasur tensione, zgjidhen, nuk ka një problem. Kurse në anën ekonomike financiare, duket se mund të kenë disa vonesa të vogla ose rishikime të gjërave, por nuk është për të keq, duhet pasur pak kujdes dhe vëmendje arrin atje ku ata dëshirojnë. Kalojmë tek binjakët. Për sa përket binjakëve, motoja e binjakëve për këtë javë është konflikte të brendshme dhe pastrime emocionale. Do të thotë, po i diçka që ke të drejtë, do debatosh. Në lidhje me pastrimet, në lidhje me emocionin, në lidhje me dashurinë, në lidhje me atë, një diçka që më bën, shkoj në altar, nuk më bën në anën shoqërore. Sepse tani zgjidhen gjërat në kohën e duhur dhe momentin e duhur. Por ndikimet që kanë të bëjnë tani nuk duhet të nxitohemi, se nxitimet na prishin punë. Duhet jemi të kujdesshëm, të vëmendshëm. Sidomos në këto në datët, domethënë kur kemi mërkurin retrograd, kur kemi ndikimin e eklipseve, që t'jenë për të vëmendshëm. Dashuria duket se ka një ndikim shumë të mirë, sepse çështjet e punës në lidhje me dashurinë në një kohë, në njohje, që mund të kenë në punën e tyre, mund të jetë diçka shumë e mirë, tepër pozitive në të ardhmen e tyre. Kurse në lidhje me anën e financave, është mirë të shmangën disa ndryshime ose marrëveshje të reja, tani për tani. Nuk duhet të jemi të kujdesshëm në këtë aspekt, sepse në planin financiar mund të krijohen disa situata të papritura që kërkojnë vlerësime të kujdesshme në lidhje me, për shembull, më pëlqeu kam diçka që duhet ta marr, më pëlqen shumë dhe duhet ta blej. Mirë, po pa e marr mendja më shkon të ta marr, jo se çfarë kam pas. Edhe mund krijohet një poshtlëk, dhe është problem. Duhet pasur shumë kujdes në këtë aspekt. Shkojmë tek gaforja. Vendime të rëndësishme dhe reale është motoja për sa përket gaforeve. Kjo javë sjell bashkëpunime dhe mënyrat për të përmirësuar jetën e përditshme, sepse dielli dhe Saturni tek peshqit paralajmëron për disa gjëra që do të kenë kujdes në hapje që do bëhet. Është një mundësi shumë e mirë kur për shembull zgjedhje të rëndësishme, personale, profesionale, mundësi të reja që ata kanë, është një ndikim shumë i mirë. Por Mërkuri në retrograd ditën e shtunë, nuk është se ka një të keqe ose ka diçka, por rishikon dhe thotë, ke bërë gabime janë këtu. Mbylli këto çështje që të tesh përpara. Është punë një disa kredi që mos ke marrë dhe diçka marrë kredi tjetër. Në kohë që se merr dot sepse ke një historik jo të mirë më përpara. Pra mbyllë këtë edhe mund të jesh i pastër në gjërat që do të bësh. Në fushën e çështjeve ekonomike financiare dhe të dashurisë, por meqense mund të lindin disa probleme të vogla në partneritete, nuk është çuditshme që mund të shkëputen nga një çështje e madhe që kanë pasur, çështje pune, çështje ndryshimesh, vendimesh, që mund merren, por këto vendime zën vend edhe shkojnë ecin përpara. Në çështjet të tjera që kanë bëjnë një lidhje ose bashkim familjar, ka një ndikim shumë të mirë, mund të bëhet nga dje, për shembull, sepse fillimi i mbar gjysmën e punës ditës së hënë, edhe sot është ndikim shumë i mirë, se dita e marr gjithmonë sjell dita e marsit dhe jep mundësira dhe përgjegjësira të mëdha dhe mund të arrihet atje ku duhet. Por gjithsesi, kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme. Po. Pas gaforës kalojmë tek luani. Për luanin. Për sa përket luanëve, motoja e luanëve është stabilitet dhe lëvizje të kujdesshme. Kjo javë edhe pse, për sa përket luanëve, kanë ndikime sepse ka të bëjnë dielli Saturni tek peshqit që nxit disa gjëra për luanët. Luanët kanë një mundësi sepse u jepet për të zgjidhur një problem. Lëvizje të kujdesshme dhe stabilizimi, sepse luanët kërkojnë stabilizimin, por do të jetë shumë të vëmendshëm dhe të kujdesshëm në atë që do të bëjnë. Por edhe pse disa punë që ata kanë të përditshme, do të jenë pak të durueshëm sepse mund të kenë disa vonesa, por këto janë vonesa për të mirën tuaj, nuk është për të keqen tuaj. Kështu që do të jeni shumë të kujdesshëm në këtë aspekt. Në anën e shpirtërore, edhe pse në çështjet që kanë bëjnë me eklipsin hënor në Vyqes, sjell disa emocione, por këto emocione janë pozitive sepse zgjidhin edhe ose nisin diçka të re për arsye të mëdha që kanë bëjnë. Dhe në anën e karrierës duket se lëvizje të mëdha, mundësi ose firmosje kontratash afatgjatë, për shembull 5 vjeçare apo ku diun, duhet ta rishikoni. Një rishikim nuk do ishte keq, që shikojnë ku ndodhen edhe çfarë mund të bëjnë. Por është diçka që kërkon vëmendje. Virgjëresha. Virgjëresha, duket se realizimi dhe tensionet në marrëdhënie personale mund të zgjidhen. Mund të zgjidhen edhe pse kjo javë sjell një energji në fushën në qëllimet personale, profesionale, por megjithatë eklipsi hënor në shenjën e Virgjëreshës jep një mundësi dhe një vlerësim nga të tretët, ja për çfarë bën. Tjetër vlerëson kush je, nuk mund të vlerësosh vetveten. Është një jetës dhe mundësi që jepen, nuk duket diskutohet nga vend ndryshim, por gjithashtu ka diçka shumë të madhe, sepse diçka që nuk shkon mirë, mos keni merak fare se kjo do të zgjidhet dhe do të keni shumë shanse të mëdha për arritje
apo disa shanse takime shumë të rëndësishme, sepse Dielli dhe Saturni u jepi mundësi shumë të mëdha në këtë aspekt, por kushtojini vëmendje profesionit dhe asaj që keni në anën personale. Në dashuri, nëse keni një marrëdhënie ose për ju që jeni në një njohje të akti lidhje serioze ose keni një ndarje, duket se gjërat do të ndryshojnë, do të gjeni rrugën e të ardhmës. Është momenti më i mirë i mundshëm për të zgjidhur këto çështje kaq pozitive dhe delikate. Është momenti i duhur. Por kujdes nga instanzani nëse nuk jeni gati, po mund ta shikoni, rishikoni se çfarë mund bëni. Por s'kemi çka që bën, këto janë krijesa universitet. Peshorja. Për sa përket peshorave, çfarë ndodh me peshoret? Peshoret duket se sfida në komunikim. Ndikimi që ka të bëjnë për sa përket kësaj jave, për sa përket peshoreve, marrëdhëniet dhe vendimet që mund të merren, prioritetet që ata kanë një ndikim shumë të madh tani. Është momenti i punës, disa çështje ligjore, disa gjëra që do të ndikohen këtë javë, mund të kenë shtyrje, por është për të mirën e tyre. Është një mundësi, pasojë pa lujshme që kanë peshoret, në fakt, duket se do ta zgjidhin ose për një mundësi të artë që ata kanë në këtë periudhë, që është periudha më e mirë e mundshme, në lidhje me një për ndërtuar ose për të bërë gjëra të kësaj natyre, duket se kjo javë i ka mundësitë për të zgjidhur këto gjëra, sepse kanë pasur shumë probleme para disa viteve, para 3 viteve, 4 viteve. Por vjen momenti tani për të zgjidhur këtë problem. Dash pasuri, dash për gjëra të reja ose leje për ndërtuar për gjëra të natyre, është momenti tani. Gjithsesi kanë mundësinë për të arritur me bisedimet dhe gjëra. Kurse në dashuri, pa kujdes, ata që kanë një njohje ta kthejnë lidhje serioze, është mirë tani deri të njëjtën premten, edhe pse kemi këto ndikimet janë të mira në fusha të ndryshme të dashurisë. Vazhdojmë me akrepin. Përsa përket akrepëve, akrepët duket se pikërisht tani ka të bëjnë në lidhje me dashurinë dhe mundësitë të reja ekonomiko-financiare. Kjo javë është ideale për të rishikuar disa çështje në anën ekonomike financiare, në lidhje me vendime që mund të marrin në role drejtuese, por Dielli me Saturnin tek Peshqit sugjeron që të merrni vendime serioze në lidhje me jetën tuaj personale dhe planet të ardhmes që bëhen tani. Po ja pra që na sjellin këto eklipset apo ndikimin e Mërkurit që thonë për shpërt keq. Asnjëherë nuk është për keq. Dhe ndryshimet dhe ndikimet që kanë bëjnë, ajo çka duket është në lidhje me anën e komunikimit ose diçka që nuk është bërë mirë dhe mbyllet aty. Nuk është sepse të mbaj shpresa, por ato që bëhet, ajo që s'bëhet, prandaj çfarë nga sheqer, pikërisht në këtë javë. Për sa përket akrepëve në dashuri. Në dashuri duket se pavarësisht nëse janë në lidhje apo jo, në lidhje me këto gjëra duhet pak çiltërsi dhe pjekuri për të arritur në dashuri dhe në mundësi që ata kanë në të ardhmen e tyre. Të shohim tani shigjetarët. Humor për ndryshime dhe fillime të reja. Kanë shigjetarët të javë. Kjo javë duket se sjell ndikime personale në drejtimet dhe në mundësi të reja që do të kenë shigjetarët. Shigjetarët kanë një mundësi të artë përse përket çështjeve që ata lidhen me punën e tyre, lidhen me dashurinë dhe me shtëpinë, sepse ka të bëjë shumë dhe me familjen. Në lidhje me dashurinë, meqense ndikimi i eklipseve dhe i Mërkurit në retrograd duket se në disa sfida shumë të mëdha kanë në komunikim dhe mund të arrijnë majat. Është çështje janë koha, momenti, ndikimi, favorizimet që kanë bëjnë, kjo është një moment shumë i mirë për ta. Kurse, në lidhje me një ndikim shumë të madh në një udhëtim që ata kanë, duket se e kanë shumë afër dhe mundësi të kësaj jave mund të marrin vendime dhe mund t'i kryejnë vazhdimsi mas javës si vjen ose në fillim të muajit prill, ku diun, por është vendimtarja këtë javë. Është shumë e mirë për të marrë vendime të rëndësishme për të zhvilluar dhe arritur në kohë të afërt, përsa përket çështjeve që ata kanë, ose ekonominë, ose stabilizimin. Por çështjet ekonomike do shikojnë vetëm rritje dhe jo zbritje. Britjapi. Duket se vendimet të rëndësishme që kanë britjapët, sepse kjo javë bën thirrje të ndikime me çështjet, ata kanë një strategji. Britjapët ecin gjithmonë me këmbë tokë dhe nuk gabojnë në anën e tyre. Edhe pse tani në këtë periudhë janë në një dilemë se çfarë do të bëjnë, por mundësi dhe rëndësi të veçanta që ata kanë në fushën e biznesit, për ata që kanë një ndikim shumë të madh sepse në retrograd që është Mërkuri është komunikimi, ndoshta ka të bëjë diçka që disa pengesa të vogla që kanë pasur para disa kohëve, duket se i zgjidhin dhe nëse nuk janë të kënaqur me një punë që ata bëjnë ose diçka, duhet bëjnë diçka të dytë dhe këtë e kanë mundësi do t'ju jepet tani, sepse janë shumë të rëndësishëm për kohën dhe për momentin që ata duan të rregullojnë, të stabilizojnë jetën e tyre, kurse në dashuri, edhe pse të palidhët ose ata që kanë një njohje të këthen lidhje serioze, duket se është e nevojshme bisedimi dhe jo vetëm. Duhet të anashkalojnë me çdo kusht debatet që mund bëhen se nuk është në të mirën e tyre. Edhe fjalën e fundit mos e thon fillim, por të jenë të kujdesshëm çfarë flitet, ku flitet.
Imi tek dy shenjat e fundit, ujori, pastaj peshqit. Ujori. Duket se ndikimet dhe rivlerësimet që ka të bëjnë ujorët, kjo javë sjell frymëzime ideale në ndryshime në jetën e tyre. Edhe pse krijimtaria, mundësia dhe ndikimet të mëdha, kemi ndikimin e Mërkurit në retrograd, ditën e shtunë, që mund të sjellë disa pengesat vogla, kryesisht në lidhje me komunikimin dhe marrëveshjet që ata kanë. Në lidhje me dashurinë, në jetën e tyre, sepse emocionet që kanë bën, eklipsi krenor dhe mundësitë të reja që kanë ndikime shumë të mira në lidhje me çështje të rëndësishme që mund të jepen, por në anën tjetër të punës kanë një mundësi sepse retrogradi i Mërkurit që mund të shkaktojë disa vonesa, nuk ka do të thotë që nuk rregullohen gjërat në anën e punës ose gjërat të kësaj natyre, por menaxhimi i parave duket se mirë është që mos bëjnë investime të nxituara, por me këmbë tokë dhe të arrinë tek ku duan. Kjo ishte për jurin, kalojmë tani tek peshqit. Fakt, emocionet kanë më shumë peshqit përsa përket kësaj jave, sepse ndryshimet në rrugët të tjera që do të zgjidhin mes gjërave që duhet bëjnë ose çështjet që kanë bëjnë në lidhje me anën e dashurisë, por kjo javë është mjaft dinamike për ta, për shumë mundësi se ripërcaktojnë projektet ata që ata kanë, por takimi i Diellit dhe Saturnit tek peshqit forcon intuitën e tyre dhe u jep një mundësi plus në lidhje me ndryshimet dhe vendimet që mund të marrin dhe është një mundësi e artë tani në lidhje me komunikimin, në lidhje me disa shqetësime që kanë pasur para disa kohëve, i zgjidhin pikërisht tani. Në dashuri, në jetën personale, edhe pse javën e kaluar kanë pasur disa probleme të vogla dhe kjo javë duket se duhet të zgjidhim me çdo kusht, sepse emocionet ose disa gjëra që kanë pasur më përpara, disa pasiguri duket se do të ndryshojnë tani. Eklipsi krenor i të premtes që bën thirrje që të bëjnë disa ndikime, çështje të mira në punë sepse ka të bëjnë me punë, kanë me karrierën, por në anën tjetër duhet të zgjidhin problemet që ata kanë më përpara. Por gjithsesi ata dinë se çfarë bëjnë në këtë drejtim dhe është një moment i mirë mbas të enjtes mund të bëjnë diçka. Në anën profesionale dhe financiare, në aspektin profesional, kjo javë kërkon punë të palodhur dhe vendime serioze në ata që do të nisin diçka të re dhe pse jo, është indikim shumë pozitiv për ta. Pra duket se nuk është se ka dhënë shumë efekte negative Mërkuri në retrograd, se kur dëgjojmë jo në retrograd ose një lëvizje, Mërkuri në retrograd është era parë për këtë vit, apo jo the? Edhe eklipsi krenor është për herë parë. Hëna e plot kur do të jetë për Marsin? Në datë 14. Në datë 14, pra të premte dhe ditë vere, edhe kështu si fest edhe si eklipsi hënor vazhdon të jetë për gjatë këtyre ditëve, ndërsa hëna e plot do të ndikojë te cilat shenja. Kemi dhe pak hënë e plot. Kemi edhe disa ditë të tjera. tjera. Në ndikime sepse ndikohet plus minus janë 3 ditë hënë e plot dhe eklipsi që kanë ndodhur në këtë drejtim në ditë vere. Hëna e plot, sa ndikon tek rritja e flokëve, se më kanë pyetur shumë vajza, ti presin flokët në hënën e plot apo në hënën e re? Si ndikon më mirë për zgjatjen e tyre? Për zgjatjen e tyre, shikon, luku është sido që ta bësh, po gjithmonë duhet, kur kemi hënën e re, kemi hënën e plot tani, në datën 14 që është kemi dhe eklipsi. Në mes të, për shembull, në datë 14, 15, 16, 17, to ditë, 3 ditë, ose 2 ditë para. Do thënë, data 14 me datë 12, 2 ditë para. 2 ditë para. Po. Gjithashtu dhe por është më mirë me hënë të re, për ata që kanë flokët pak a shumë të gjata, domethënë të shkurtojnë pak. E qartë. Falenderoj shumë, të uroj javë të mbar edhe ditën e verës gjithashtu si Elbasan Liqet kemi. Mos harrojmë sepse në Elbasan bën qefin tamam. Në Elbasan e bëni qefin tamam, do zbarkojmë gjithë drejt Elbasanit. Faleminderit Jorgo. Javë të mbar, ne do të shkëputemi për publicitet dhe ritakojmë përsëri me rezën tonë.